Unë besoj që Spaku ka hyrë një rrugë pa krye, sepse ngjarja është kaq fjavitvile mbrapa saj që është vështirë ta gjesh përgjegjësin kryesor. Themi nga dita që ka ndodhur kjo katër vrasjet, faktikisht kjo është organizuar nga opozita e dikushme, qeveria ose përfaqësues qeverisë sotme. Kështu që nuk ka rëndësi si e mori ftesën, rëndësi ka që ai të shkojë atje, por dhe përballja me faktet pas ka shumë viteve, besoj që do jetë vështirë të gjesh një përgjegjës, sepse shumë të dhëna janë që kemi mësuar nga mediat, janë të fshira, kështu që faktet janë zhdukur dhe gjykata normalisht duhet vendos mbi faktet, jo mbi bazën e simpative ose në bazë të presioneve. Po cila është arsyeja që po rihapet kjo çështje? Është rihapur edhe çështja e Gërdecit, ndërkaq që është edhe zoti Fatmir Mediu atje. Pra, Spaku po bën detyrën e vet si prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që merret pikërisht me politikanët e nivelit lart, apo jo? Po, sigurisht, po Spaku nuk është po merret faktikisht shumë me politikanë, më shumë po merret për të mediatizuar çështjet që ka marrë në dorë, sepse normalisht nuk është detyra e Spakut për të bërë politikë me mediat. Spaku e ka marrë, është një shtet ligjor, çdo denoncim që merr duhet ta hetojë edhe ta çojë në gjykat, por duhet ta bëjë këtë me shpejtësi, pas kaq shumë viteve për të marrë disa fakte. Megjithatë është një detyrë edhe e qeverisë, sepse Edi Rama një nga premtimet në memori nuk e kemi kaq shkurtër, sado që neve na thonë që shqiptarët kanë memori shkurtër, ne dimë që Edi Rama erdhi me premtimin pushtet që kur të viun në pushtet, unë do zgjedh çështjen e 21 janarit, do shkoj deri në fund çështjes, edhe siç e shikoni që edhe sot nuk e ka vajtë në fund, ishte edhe nëse kujtoni edhe anullimi i llotarisë austriake dhe shumë probleme tjera që sot janë fshirë nga memoria e shqiptarëve. Kështu që unë nuk besoj që edhe në fundit e Spaku mirë që heton Berishën, bën shumë që heton, por duhet të hetojë dhe organizatorët faktikisht. Po organizatorët më së duket e ka vështirë për t'i parë dhe për t'u ofruar, kështu që le ta ftoj Berishën. Në fundit Berisha është një burr me të mirat e këqijat e tij, po i ka qëndruar deri në fund dhe do shkojnë në Spak dhe do ketë dhe konsekvenca mbase, por s'ka rrugë tjetër. Vetmja e kemi thënë gjithmonë që vetmja rrugë e zgjidhjes problemit është përballje me problemin. Kështu që do përballet me problemin, por që të ketë një sukses nuk besoj. Ka njerëz në opinionin publik që thonë për këtë çështje do të shkojnë të gjithë politikanët e lartë në Spak, edhe Edi Rama, si persona në dieni, pra nuk e dim për hetimin, nuk mund të paragjykoj procesin, por si persona në dieni për ngjarjen, do të thirren të gjitha. Beson që do ta thras pak Edi Ramën për këtë çështje për 21 janarin, si person dieni? Unë besoj patjetër, nëse do të bëj drejtësi, duhet të dëgjojnë gjithë palët. Palët kundërshtarët e dikushme ishte opozita që ishte Edi Rama. Dhe Spaku s'ka se dëgjoj vetëm Sali Berishën edhe zinxhirin komandues të gardës, pa dëgjuar dhe ato që i hodhën gurë, që hodhën to. Pastaj përgjegjësinë e vendos gjykata, nuk e vendos Spaku. Spaku duhet të cilësojë vetëm veprimet, do të shikojë se kush çfarë ka bërë dhe t'ia paraqes gjykatës dhe gjykata do ta mendojë dhe do të vendos. Kështu që nuk ka asnjë në një shtet ligjor që duam të bëjmë, që në fakt nuk është, duhet patjetër që Edi Rama të shkojnë në Spak, pse të mos shkojnë. Qartë, mirë, unë dua të diskutojmë një çështje tjetër. Ditën e djeshme ka nisur punë Komisioni për Reformën Zgjedhore me 2 bashkëkryetarët, Oert Belukbashi dhe Damian Gjiknuri. Sigurisht atmosfera ishte po themi jo e paqt, ka mosbesim të paktën nga ana e opozitës, duke ju referuar edhe asaj që vetë zoti Rama e ka quajtur këtë reformë si ligje kineze, sa i takon pikësynimit të arritjes së rezultatit të zgjedhjeve. Nga ana tjetër, duhet që reforma zgjedhore të përmbyllet brenda 9 muajsh. A do të prodhoj këtë diçka, një garanci për zgjedhjet, apo zgjedhjet do të vijojnë të jenë ashtu siç kanë qenë, po themi? Nuk e parashikoj dot se çfarë do ndodh, sepse nuk është jam aty në tavolinë me to, po besoj që nëse duhet ndërtoj një shtet ligjor, patjetër do të komunikojmë edhe një nga tmetat kryesore të politikës shqiptare këto 30 vite, kjo ka qenë që mungesa e kompromisit mes palëve. Me siguri që duhet ulen, duhet bisedojmë me njëri tjetrin, sepse aty nuk kemi dërguar, nuk e marrë rrogën sa e marrin dhe privilegje që kanë për të uzënë me njëri tjetrin dhe secili të marrë ato përfitimin e tij si parti ose personal, por duhet bisedojmë me njëri tjetrin, se si do arrin nuk e parashikoj dot faktikisht dhe
por një gjë është e sigurt që duhet të bashkohen, duhet të gjejnë një mendim për të përgjigjer një kompromis që në fundit që të depolitizohet komisioni zgjedhor. Sipas mendimit tim, votat duhet të numërohen në vendin e votimit, një lloj kështu edhe në Gjermani kështu bën në vendin e votimit dhe për pak minuta del rezultati dhe nuk i luhet kohë, nuk i lihet më kohë për ta lëduar ose për të manipuluar. Nëse brenda 2 orëve vjet kusht që ose 3 orëve do dalë patjetër rezultati numërohen, kështu që gjithçka mbaron shumë shpejt edhe ose mënyra e votimit mund të ketë ka mundësi pafund. Votim biometrik që secili të vergishten dhe të votojë për një brenda pak minutave, kështu që ka mundësi pafund. Çështja e kompromisit është problemi atyre, po me sa duket me këtë mendësi se njeriu nuk kontrollon mendësinë, me këtë mendësi që e kanë 30 vjet, nuk është se janë të hapur për një teknologji të re, për një teknikë të re, për një bazë ligjore të re, për një drejtësi të re, nuk besoj që t'jenë kaq të hapur, por me dhimbje, me mish në përdhëm, besoj do bëjnë një farë ndryshimi, por do jetë jo ndryshim esencial. Pikërisht kjo është edhe pyetja, pas çdo palë zgjedhjes që ne kemi patur, po nëse kujtojmë dekadën e fundit, rekomandimet e OSBE-ODIHR-it dhe të ambasadorëve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë qenë për reformën zgjedhore gjithëpërfshirëse. Janë bërë her pas here përpjekje, megjithatë zgjedhjet në terren nuk është, pra organizimi dhe menaxhimi i zgjedhjeve në terren ka përsëritur të njëjtat problematika, që do të thotë që sa të mundshme janë këto problematika të zgjidhen për të ardhmen, apo të gjitha këto janë thjesht formalitete. Ata paguajnë aq sa paguajnë sipas asaj që the ti për formalitete fatkeqësisht. Po, të themi të vërtetën, e mbrosi përbashkë gjithë politikës, ose suksesi më i madh ka qenë shkatrimi i sistemit drejtësisë. Dhe ne jemi dëshmitar akoma që gjitha partitë politike kanë përdorur krimin për të fituar zgjedhjet. Edhe tani ka depërtuar kaq thellë krimin saqë krimi po merr shtetin. Ky është një problem shumë i madh i çështës së sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Pra krimi kërkon pjesën e tij, tani thotë që unë të kam sjell poshtet, tani do kam rradhën unë që të qeverisë. Kjo është fatkeqësisht evidente në Shqipëri, shikoni edhe në krimet e vrasjes që ndodhin kohë të fundit, shikojnë që në organet të larta të sigurisë shtetit antarësohen ose punësohen pjesë e organizatave kriminale. Kjo është një problem shumë i madh që shikojnë në Shqipëri. Dhe është koha tani krimi i gardita që të vinë poshtet, kështu që e ka pamundur Rama ose gjithë qeveria që ta luftojë, sepse duke që bërë kompromise me krimin, nuk është se janë të sigurt ato, nuk janë të mbrojtur, kështu që duke qenë bashkëpunëtor edhe bashkëfajtor. Qartë, mirë, duhet flasim edhe për një gjë të fundit bashkë që është mjaft e rëndësishme. Sot dhe nesër do të flitet për buxhetin e shtetit, buxhetin e vitit 2026, duke shpresuar që seanca në kuvend të zgjas dhe të ketë debate dhe të dëgjohen, po themi, të gjitha pikat dhe zërat e buxhetit dhe kundërshtit e opozitës, me një buxhet të propozuar rreth 8.8 miliard euro, po themi, dhe me një tjetër propozim që ka marrë zë në opinionin publik, që është paqja fiskale, që është kundërshtuar nga opozita. Tani unë jo më kot doja të ta bëja këtë pyetje duke marrë parasysh edhe faktin që ti je në Gjermani. Patjetër buxheti edhe i landeve aty në Gjermani është besoj shumë i lartë se sa gjithë buxheti i Shqipërisë. Po çfarë mendon për këtë buxhet të vitit 2026? Më i madhi dhe më i balancuar ndonjëherë shkruaj qeveria. Po. Duke pa me Gjermani sigurisht që është një mini buxhet, është shumë i vogël, por çështja e sinqeritetit ose aftësia për të menaxhuar parat nuk është e njëjtë. Sado që këtu janë shumë më mëdha, është kontrolli shumë i rreptë, investimet janë shumë planifikuara, funksionon komplet ndryshe, por 8.8 miliard euro ose 886.8 miliard lek është një shumë e konsiderueshme për Shqipërinë. Nga këto shpenzime buxhetare do jenë 6.7%. Deficiti buxhetor do të jetë 63.7 miliard lek, por kjo varet edhe mënyra se si e menaxhojnë këto para. Nëse qeveria nuk arrin dot të menaxhojë parat, të ketë ardhurë të mjaftueshme, sigurisht që do ketë një farë mënyre edhe krizë financiare. Por një farë mënyre rrugë tjetër nuk kanë përveç kësaj. Besoj që është një ndarje
e mirë duke menduar nga ana e qeverisë, por njëkohësisht unë si qytetar i Shqipërisë jam kundër PPP-ve sepse është mënyra më perfekte për të vjedhur parat edhe shumë gjëra tjera. Me farë mënyre për mua është më mirë që këto para të shpenzohen për rimbursimin e ilaçeve, për mbështetjen e spitaleve dhe sistemi shëndetësor përgjithësi në Shqipëri, edhe sistemi arsimor, sepse një farë mënyre shpenzimet e për arsimin nuk është se do jenë kaq të larta ose mund të reduktohen edhe për shkak të asaj që shumë shkolla janë mbyllur edhe një pjesë e mirë e popullsisë ka ikur, kështu që nevoja për t'i arsimuar, për t'i bërë këto. Sigurisht shteti, çdo popull ka nevojë gjithmonë për më shumë para, por për të balancuar një farë mënyrë shpenzimet, besoj duhet jetë shteti më i kujdesshëm dhe sidomos në shpenzimet e këtyre parave, për 2.5% do të jetë edhe indeksi i rrogave dhe do të rrisin rrogën minimale, minimumi 50.000 lekë në muaj. Është një buxhet kurioz faktikisht, por kjo varet shumë edhe mënyrën nëse do mundësi të ketë arritë ardhurat që të shtoj të ardhurat që të deficiti mos jetë kaq i lartë. Kështu që do e lëm kohës, por besoj që edhe socialistët nuk janë të lumtur me këtë qeveri, me këtë situatë politike që kanë, dhe korrupsioni është galopant, kështu që thjesht duke kursyer nga korrupsioni Shqipëria do merrte frym më lirshëm, por mendoj që edhe do të ketë shumë deputet të ndershëm socialistë që me mish në përdhëm miratojnë buxhetin, por sigurisht demokratit janë kundra, është drejtë e tyre këtë normale që do ja kundërshtojnë, sepse jo vetëm demokratët, jo vetëm opozita, por e gjithë Shqipëria shikon që parat e shqiptarëve po vjedhen, po keq përdoren. Ju shikoni skandal pas skandali, kështu që 50 miliard vjedhje nuk është asgjë. Ajo që më bën përshtypje faktikisht edhe një qendrim shumë i butë, shumë nga ana e Bashkimit Evropian, megjithëse e shikojnë se këto vjedhje janë galopante në Shqipëri, por prezumimi i pafajësisë është shumë i rëndësishëm në politikën europiane, kështu që të gjithë mendojnë dhe thonë që në radhë parë nuk është çështja e Europës, është çështja e Shqipërisë, dhe në radhë dytë le të akuzohet për miliona euro përdesa nuk ka një vendim të formës për nga gjykata, le të bëjnë shqiptarët çfarë të duan. Pra shqiptarët e dinë shumë mirë që po vjedhen edhe kemi edhe zgjedhjet e fundit që u bën për zgjedhjet lokale, e kemi parë që pjesëmarrja ishte skandaloze, ishte 18.4%, dhe një farë mënyre unë shikoj se pacienti që refuzon ushqimin, refuzon ilaçet. Pra njerëzit janë të lodhur, e dinë që vota tyre nuk ka asnjë rëndësi. Edhe në farë mënyre e nxjerr blof edhe Partinë Socialiste me një vjedhje kaq galopante të votave, kështu që fakti njerëz nuk po shkojnë për të votuar as për PD, as për SN, tregojnë që janë të ngopur me pakënaqësitë dhe me mungesën e rezultateve të qeverisë. Përgjegjësia kryesore gjithmonë mbi qeveri, pavarësisht se cila parti është në pushtet.